Mendoj është një ndeshje e rëndësishme dhe për vazhdimsinë tonë, duke ditur që katër ndeshjet e fundit nuk i kemi marrë maksimale në pikëve. Mendoj që Teuta është një skuadër e kompletuar, është një skuadër që nuk han gola dhe është e vështirë që të lejmë pikë, por mendoj që në Shkodër ne kemi armën më të fortë fushën dhe mendoj që do dalim me 3 pikë. Përmendet që javën e fundit Vllaznia nuk ka marrë pikët maksimale. Çfarë ka ndodhur? Po, mendoj sepse edhe gjendja e grupit nuk ka qenë optimale, duke ditur që shumë lojtarë kanë qenë të dëmtuar, ka pasur rotacione, por mendoj që një skuadër kampione do dali shumë shpejt nga kjo sfidë. Ndeshja e kaluar me Partizanin pati paksa luhatje në skuadër, janë marrë masat për të riparuar ato defekte? Po, lojtarët duke ditur që kemi pasur këto probleme me dëmtime, kanë qenë shumë dëmtime në fakt. Mendoj që lojtarët janë duke ardhur në formën e tyre më të mirë dhe besoj që nesër grupi është i plot për të marrë ato 3 pikë. Përmendet lojtarët dëmtuar, ka ardhur në formën e duhur edhe çapa sepse kemi munguar për një kohë gjatë. Po, u bë gati 2 muaj e gjys, nuk është pak për një futbollist, por mendoj kam punuar intensivisht për të ardhur në formën time më të mirë dhe të ndihmoj skuadrën në ndeshjet në vazhdim. Viti i dytë tek Vllaznia për Klindiqatin. Çfarë ka ndryshuar në këtë sezon? Mendoj që është kompletuar grupi akoma më shumë, kanë ardhur akoma lojtarë më cilësor. Mendoj që vjet kemi bërë një punë të mirë, pavarësisht mbylljes jo të mirë që ne bëm, por shpresoj që këtë vit do ta realizojmë ëndrrën e gjithë shkodranëve. I druhuni Teutës sepse është një skuadër që si vjet po bën shumë mirë. Po bën mirë, po siç e thash edhe më parë, Shkodra është arma jonë më e fortë dhe fusha do të tregoj nesër atë të cilën do të realizojmë marrjen e 3 pikëve. Sa e ndjeni presionin e objektivit titullit, duke qenë se Vllaznia ka 24 vite që nuk e fiton titullin, njëkohësisht mjedisi i jashtëm është bërë disi më agresiv, duke nisur që nga deklarata e Martinit për rivalit, pastaj rivalit vetë kanë reaguar. Sa ndjeni presionin? Po, ne kemi vënë një qëllim vetes që në të 4 fazat të dalim në vendin e parë. Mendoj deri tani jemi duke realizuar, por e shohim dhe në ndeshjet në vijim. Tifozëria shkodrane vazhdon të mbështesë. Keni ndonjë thirrje për nesër? Ata janë lojtarë 12, siç e themi gjithmonë. Për Shkodrën, siç e dim, është djepi i futbollit dhe çdo fitore ata ju risjell buzëqeshjen dhe atë dëshirën për të ardhur në stadium. Mendoj që nesër është një ndeshje e vështirë dhe sigurisht që duam dhe ne si futbollistat të kemi mbështetjen e tyre. Me qemi tek tifozët, familja juaj e konstatojmë që ndjek kudo. Po. Me Loro Boricën në gjithë stadiumet e Shqipërisë i pamë edhe në Tiranë dhe Partizanit. Sa ndjeni mbështetjen e tyre? Po, nuk diskutohet, çdo futbollist e ndjen si tifozin, si edhe pjesën e familjes, edhe ato janë një plus për ne. A e konsideroni Teutën një rivale tuajën apo një skuadër të fortë? Mendoj që në kampionatin shqiptar nuk ka rival. Çdo ndeshje është e vështirë, ajo që duket më e lehta bëhet më e vështira dhe ajo që duket më e vështira ndonjëherë bëhet më e lehta, kupton? Dhe mendoj që çdo ndeshje duhet të futemi për të marrë ato 3 pikë. Ato, fakt kanë marrë lojtarë, por kjo ka shtruar konkurrencën. Ju bën mirë ju dhe të tjerëve konkurrencën? Nuk diskutohet në një ekip kampion mendoj që konkurenca është gjëja më e mirë, sepse jo gjithmonë një lojtar është në formën e tij më të mirë. Dhe kjo çdo lojtar ka atë ditën e vet dhe besoj që plotësojmë njëri tjetrin për të arritur objektivin tonë. Do të ketë mungesa nesër? Këtë nuk e di, të them drejtën, unë mendoj që grupi po kompletohet dhe besoj që jemi të gjithë 100% gati. Tifozët janë mësuar dhe kanë shijuar gola spektakolar të Catos, por ka disa kohë që i mungon golin Catos. Mos vjen nesër në Teutën? E vërtetë është edhe në fakt edhe mua më ka munguar, sepse që të bësh një gol, sidomos me gjuajtje dhe me kështu në Shkodër, është një emocion tjetër, të them drejtën. Dhe mendoj që jam gati 100% dhe inshallah e realizoj dhe një gol. Vetëm fitore kjo kampionat nga Vllaznia në Loro Boriçi. Do vazhdojë një të seri dhe nesër? Po, siç e thash edhe më parë, kjo është një plus i joni. Shtëpia Loro Boriçi për ne është një plus, të cilën mendojmë që do ta vazhdojmë edhe në ndeshjet në vijim.